Miqtë e mi, Perëndia nuk na thërret gjithmonë drejt rehatisë personale apo bollokut, por ai na thërret gjithmonë drejt bindjes pa kushte ndaj tij. Në gjithë shkrimin shohim burra dhe gra që i thanë po thirrjes Perëndis, por ajo po erdhi me një kosto. Abraham i la shtëpinë dhe familjen e tij për të shkuar në një vend që nuk e kishte parë kurrë. Mojsiu u përball me faraonin dhe udhëhoqi një popull kokfort në përshkretëtir. Profetët u tallën, u refuzuan dhe shpeshherë u përndoqën për të folur të vërtetën e Perëndis. Dishepujt lanë rrjetat dhe sigurinë e tyre për të ndjekur Jezusin. Jezusi tha: "Nëse ndokush do të vi pas meje, le ta mohoj veten e tij, të marrë kryqin e tij dhe të më ndjek." Të thuash po Zot mund të na kushtoj shumë. Mund të mbasi marrëdhënie, rehati apo edhe reputacion. Mund të duhet të durosh keq kuptime, sakrifica ose vuajtje. Por shpërblimi i bindjes është shumë i madh se sa çmimi. Në Krishtin, humbja kthehet në fitim, sakrifica në gëzim dhe sprovat në dëshmi. A je ti gati të paguash çmimin për ta ndjekur Jezusin? Lutem që të zgjidhni bindjen dhe besnikërinë ndaj tij çdo ditë.